Sulmi i Rusisë dhe pushtimi i disa territoreve në Ukrainë ka ndryshuar thellësisht mendimin në Gjermani. Ushtria gjermane kohët e fundit po këmbgul për një rritje masive të investimeve, pasi parlamenti votoi për të përjashtuar shpenzimet e mbrojtjes nga rregullat strikte të borxhit. Generali i lartë i vendit Karsten Breuer i ka thënë BBC se rritja e buxhetit të shurgjent ishte nevojshme sepse ai beson se agresioni rus nuk do të ndalet në Ukrainë. Ne jemi të kërcënuar nga Rusia, jemi të kërcënuar nga Putin, duhet të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për ta penguar atë, ka thënë generali. Ai paralajmëron se NATO duhet të përgatitet për një sulm të mundshëm brenda 4 vitesh. Nuk ka të bëjë me sa kohë na duhet, ka të bëjë shumë më shumë me atë se sa kohë na jep Putin për të përgatitur, dhe sa më shpejt jemi të përgatitur, aq më mirë, ka thënë generali. Kur bëhet fjalë për Rusinë, Gjermania ka pasur një qasje specifike. Për dekada njerëzit në këtë vend janë rritur me idenë për ta refuzuar fuqinë ushtarake, të vetëdijshëm për rolin e kaluar të Gjermanisë si agresore në Europë, por kur vende si Polonia dhe shtetet baltike paralajmëruan të mos afroheshin shumë me Moskën dhe rritën shpenzimet e tyre për mbrojtjen, Berlini në drejtimin e ish kancelares Angela Merkel beson në të bërit biznes. Tani generali Breuer thot se sheh me rrezik retorikën agresive të presidentit rus Vladimir Putin. Breuer ka theksuar gjithashtu luftën hibride të Rusisë, duke filluar nga sulmet kibernetike të sabotimet, si dhe dronët e pa identifikuar mbi objektet ushtarake gjermane.